Të gjitha kanë morë mos. A bon me ditë vëllai pse na, a na jem veni më i poshtë në Evropë s'po morën veprima? Po në litën naft, qeveria e Kosovës i merr 18%. Në planifikimin buxhetor të këtij viti, për shkak të rritjes së çmimit, edhe nëse ish zvoglu për 50% të vëshëja për naft, prap tyra do të ishin qysh janë planifikuar, për shkak se u rrit çmimi. Pra po kuptoni që kur një efekt nuk do të kishte në buxhetin e Kosovës zvoglimi për 50% për shkak se është rrit çmimi i naftës. Dhe ai çmim po e bën që shteti është duke i marrë dikon rreth 65 cent për litër. Dhe këtë borë nuk pe merr qeveria, s'po don me marrë qeveria, po këtë borë po i thot pjalen qytetarëve të Kosovës. Ta shtrohet pyetja çka po bën qeveria. Hesht nuk vepron, ose në vend se me bunaj planifikim, na i diskutim serioz, improvizim, dalin konferenca për shtypë dhe tregojnë, domethënë qysh janë të mundu, po asnjë veprim konkret. Dhe në vend se ta mbrojë qytetarin, ajo e lën qytetarin e Kosovës të përballet me tregun. E tregu shpesh është i pamëshirshëm. Kjo nuk është thjesht një mungesë reagimi, kjo është shkurt edhe shqip mungesë pa përgjegjësie. Sepse duhet të jemi bukur të qartë. Krizën globale, ne nuk mund e kontrollojmë, as Kosova, as kush tjetër, por ne mund ta ndryshojmë mënyrën e menaxhimit të shtetit duke vepruar në kriza. Ende gjut përfaqësuesen e vetëvendosjes ndërum deputet. Tha kjo është qasje populiste. Po akoma eksperta se jo për populizëm. Akoma eksperta vllon, çfarë do situate në 3 muaj para zgjedhjeve në formë populiste, s'keni lënë veprim pa marr për me ndiku drejt për drejt zgjedhje. Çfarë do veprimi? A ka qasje më populiste? S'po flasim për populizëm këtu. Këtu po flasim me gjetë një zgjidhje e cila e leton jetën e qytetarëve të Kosovës. Nderuar kolegë, është padyshim evidente se në secilin vend botës gjithkush është u mundu dyqysh me gjetë një mënyrë qysh me u zbut për kësaj krizë, se na se kem bë këtë krizë, as Kosova, as shumë vende tjera. Po secili shtet është ka munduar. E keni po. Italia ka marrë vendim për një pako. Shponia ka marrë vendim 5 miliard euro platformë pako për qytetarët e Kosovës. Kanë marrë veprime vendet e rajonit, Maqedonia e Veriut, Malizi, Shqipëria, të gjitha kanë marrë mos. A bon me ditë vëllai pse na, a na jem veni më i poshtë në Evropë s'po morën veprima? Apo ja u kalkuloj, veç me marrë një kalkulator mi u kallëzu që nëse zbritni 50% të vëshën, e pres ministrin e financave me ma kundërshtu këto, a janë tyrat e njëjta për shkak se çmimi u rrit. Dhe pse s'me bëni këtë çështje? Çështja tjetër që po mendoj duhet me trajtu tash prej perspektivës së dytë që e kemi në këtë seancë, ka të bëj drejt për drejt me gjendjen ekonomike dhe sociale në vend. Pra kjo situatë, nderuar deputet, nuk është më vetë çështje ekonomike, po fiton një firmë, po fiton një korporat, po hub qeveria, mo nuk është çështje ekonomike, situata në Kosovë është alarmante, urgjente. Kjo situatë ka të bëj drejt për drejt me situatën sociale, njerëzit që janë në punë, janë bëra social, e ata që nuk janë punë, ata do të thotë janë në mëshirë të Zotit, ati kofshëm fal. Nuk janë në mëshirë të shtetit. Duke po këtë situatë kështu, ajo që kisha me thonë, është që nëse se mos të rrim spektator, nuk guxon qeveria e Republikës Kosovës pa pas reagim konkret. Reagimi konkret është që nesër e ndikon drejt për drejt në çmimin e naftës, e rrjedhimisht në mënyrë zinxhirore, nafta dhe energjia ndikon në zbritjen e çmimeve, në biletat më të ulta transportit, në trojez më shumë ushqim, e shumë e radhë. Çështjen e fundit që po du me ngrit në këtë debat, lidhet po ashtu me një element tjetër. Veç merrni ju lutem, Oda Ekonomike e Kosovës e ka publikuar një raport sa i përket zhvendosjes së kapitalit
jashtë vendit, i cili është tregues i drejt për drejt i humbjes së besimit të njerëzve të këtij vendi me investu në Kosovë. Cilat janë dhonat? Investimet kanë arritur në 366,9 milion në vitin 2025. Kjo përfaqëson, domethënë dikun rreth 63,6% krahasuar me kur e ka marrë qeverinë zoti kryeminist Albin Kurti. A jeni të kuptu që na po lypo me marrë investime nga jashtë, e kapitali jonë ka imshelin fabrikat tona, e jonë ka shkujnë në vene rajon, edhe mbi 63,6% e këtij kapitali ka shku për 5 vjetë. Këto janë dhona të odes ekonomike, nuk janë dhona të politike as partijake. Duke qenë se jemi në këto rrethona të një bukur të një situate serioze, eftoj kryeministrin, ministrin e financave dhe ministrin e tregtisë tulen dhe të bojnë urgjentisht amandamentimin e ligjit, ta sjellin amandamentin për akcizë dhe urgjentisht ta zvoglojnë TV-shën për shkak se nuk hub asnjë cent qeveria e Kosovës, po e pres zotin e Kuran Murati thet të kundërtën.